tani do hyjmë te pjesa e aksioneve, do flasim për S&P 500, Nasdaq, Russell 2000 dhe VIX-in. Mund të flasim dhe për ndonjë treg tjetër, indekset kryesore të tjera dhe ndonjë ide që kemi ndarë këto javët e kaluara. Fillojmë mirë me S&P 500. Këtu të marrë dhe mendimet e Irit gjatë analizës. Ka pek më të ditëshëm. Skriptat nuk e kam. Po ka qenë shumë i çuditshëm. Kjo zona këtu që kisha me kuadrat ka qenë kjo distribution, Wyckoff distribution, mund t'i ta kërkoni në internet këtë Wyckoff distribution. Është një distribution që mbahet si një zonë që shitet çdo gjë gradualisht nga institucionet. Trend për poshtë, bear flag, trend për poshtë dhe tani kjo çuditshme, lëvizje e çuditshme që ka bërë, ka qenë Trumpi këtu. Ka thënë Trumpi që është lajmet e Trumpit. Po, lajmet e Trumpit, gjërat e Trumpit, që është momenti më i mirë për të bler tani tregu. Kemi parë dhe Eric Trump kur ka thënë që tani më duket shumë i lirë Ethereum përpara disa muajve. Ishte te 2000, më duket 2003, 2.3 dhe pastaj ka shkuar më thellë. Kështu që po. Po ti ka një statistikë, domethënë kur kemi ditë kështu, domethënë kur kemi ulje të mëdha dhe kemi një ditë kur është i gjithë marketi green, është një shenjë që po vin ditë akoma më të këqija, domethënë për market, sepse janë futur në trap edhe bulls edhe bears. Po. Edhe kur të skadojnë kontrata do jetë bloodbath. Po, do i ketë shumë probleme. Prandaj do të thoj që okay, ka ecur mirë tregu se u rikuperu pak 12% më në asaj dite dhe ka pasur ato rritje të jashtëzakonshme më në 2-3 ditëve. Por frika është gjithmonë që po manipulohet prap. Unë personalisht kam shumë frikë për momentin dhe jam shumë i kujdesshëm. S'du të rrezikoj kapitalin, sa e kam bërë me mundim të madh. Dhe ideja këtu është tani unë mendoja që do kapte kemi këtu 5.700 dhe pastaj do na shkonte prap për poshtë. Ndoshta më thellë ose do bënte themi në një lëvizje të tillë. Kjo po fillon tani që ta anoj për poshtë që këtë javë me lëndjen. Që të 5.300, kështu që po, kështu që mund të kemi deri te 4.800, do shta ulje, nuk merret vesh çfarë ndodhi. Ose kalohet lufta me Kinën. Po shumë e vështirë situata teknikale për flasim për të shikuar, por duket edhe nga vetë tregu do të thotë që s'ka volum, nuk e di se ta them. S'ka përqyeshmëri, duket sikur të gjithë duan por in cash, po blejmë pak, do shta kupton, s'ka eufori. Po hyn te floriri, gjë tjetër që po bëjnë. Dhe Nasdaq pak a shumë me një formim, dhe këtu ka bërë trend, bear flag, trend tjetër, këtë zona konsolidimit, kemi zona më poshtë që mund të kapi. Mendimi im ku po anoj më shumë tani është që mund të bëj një double bottom. Ndoshta shkon edhe pak më lart pastaj një val për poshtë. Unë du që të shkoj pak për lartë, se kam hapur ca pozicione, por nuk shkoj, nuk u mbas në një gjë të madhe dhe jam okay me këtë rrezik që kam marrë për sipër, sepse kam parë ca leaders që kanë ecur shumë mirë. Russell 2000, kjo vazhdon në temi rënjen dhe ka rezistencë këtu te kjo zona 10 EMA, IZ dhe pastaj edhe më sipër te këto zona të tjera. Ka bërë double bottom të RSI-a këtu, që ndoshta e sjell një eufori blerëse këtë javë, një lëvizje ndoshta deri këtu, dhe këto të tjerat janë bërë shumë të shitura te indikatori RSI, për shembull Nasdaq-u këtu. Shikoj 1-2 herë, dhe logjika ime ka qenë gjithmonë që do të bëj një retest te kjo zonë dhe pastaj të vendosi tregu animin. Kjo rritje do ishte mirë jo vetëm për aksionet, por edhe për kripton. Do të rriqet gjithë tregun për lart.
një çlirim le të themi të valës për poshtë. VIX ka qenë në rënje këtë javë. Shiko ato në rënje dhe ndoshta tani mund të bie edhe pak më thellë tek zona 24 të normalizohet dhe pastaj VIX-i po m'jep ca shenja që ndoshta frika maksimale është mbushur. Ajo frika maksimale në treg ka ndodhur në datën Ideja është që ata që ka bërë trade-et i kanë bërë, kështu që janë të gjithë cash tash. Kështu që po presin. Frika maksimale ka hyrë, thjesht tani pritja dhe animi i tregut, akumulimi ndoshta institucioneve avash avash te zona më të ulta. Kjo është situata e VIX-it. Irdi ka paguar për pushimet me ulin e VIX-it. Prandaj nuk e bëm podcastin javën e kaluar, ka ikur me pushime. Më pëlqen këto trade, domethënë që janë kështu, domethënë që nëse rritet lart mjaftueshëm, është detyruar të ulet poshtë, si VIX-i, si Goldi. Janë shumë trade të mira për të luajtur në këto kohë kur nuk mund të investosh dot afat mesëm ose afat gjatë. Sepse është shumë më rrezikshme. Për aksione kam darë ca ide, Palantir ka qenë një nga ato duket atë gjendje të tregut këtu, sepse edhe pse ka bërë këtë thyrjen ku kam dashur shumë që ta blej dhe e kam bler këtu, nuk ka vrull, nuk ka le të themi atë rritjen që zakonisht do kishte Palantiri në këto zona në thyrje. Mëse të rëja i lidhur për kripto. Edhe unë kam hapur pozicione dhe po presim earnings, pse është më e mira domethënë për të pritur. Pasi është kompani që merret me AI, me të dhëna ushtarake, merr kontrata nga shteti. Është një zonë të sigurt domethënë me këtë klimën gjeopolitike. Pse është edhe një kompani e mirë për të investuar. Shifet edhe nga grafiku domethënë që ka ecur jashtëzakonisht shumë mirë. Një gjë tjetër që do shtoj këtu është që ka marrë një kontratë me NATO-n, që do japi shërbimet e veta për gjithë shtetet e NATO-s, nuk e di sa shtete janë në NATO tani, që përfshin dhe Shqipërinë. Dhe me njëri që financon mëse të rëja, earnings është për të parë earnings mbas jave. Mëse të rëja, microstrategjia ka qenë një ide tjetër, Irdi. Ideja këtu ka qenë që po që rritet Bitcoini dhe kripto, që unë po pres një rritje deri te 90, mund të shkoj mëse të rëja deri te 400. Unë kam bler diku te 300 që këtu. Me idenë që të kap një 30% dhe të mëse të rëja. Një aksion që më ka hezur shumë mirë është kjo EOS Enterprise, Energy Enterprise. Kjo më ka hezur shumë mirë, por si çdo gjë tani që edhe pse hecën pak, shitet shpejt nga frika. Heci diku te 13-14%, pastaj shitur tani pak, është për të parë. Unë du që kjo edhe po ul pak të bëj një rritje për një vazhdimsi. Për të parë, po këto kam vërë ca zona këtu që mendojnë që do mund gjene i support. RKLB-ja që përmendi dhe Irdi, kjo është pak a shumë identike me Palantir në formimin. Unë bleva në thyrje këtu, tani po menaxhoj situatën. Stop lossin aktuale kam këtu, por mund të menaxhoj situatën me një stop loss të kjo zona, mos rrezikoj më shumë. Të minimizoj humbje, po që kthem për poshtë. Por me shenjë që përshikojna me kripto që po rritet, mund të rritet dhe tregu i përgjithshëm dhe aksionet në fillim të javës. Shenjë pozitive. Me gjithmonë të hanë të marrë pozitive, më kura pasaj të një live, humbet të gjithë profitet të hajnës të markës. Po. Kleo, do një gjë tjetër për shtu këtu te aksionet, apo s'ke pa? Se kam pa një aksion këtë javë, pasi tregu ka shumë pak
më shumë me frikë, domethënë më mirë mbajtja e lekëve cash se sa për të luajtur aksione, por ndoshta kjo javë që vjen, unë filtrimet i kam bërë, jemi mishim pushim dje, jemi pushim të hënën, kështu që kemi kohë deri të martën për të marrë ndoshta në një vendim. Po nuk është se kam në i të preferuar për këtë javë. Çka që më pëlqen në stocks, duket që sikur njerëzit hyjnë në stocks edhe vendosin ato stop losset edhe prandaj nuk kemi këtë rritje. Sepse nëse bie çmimi i pak, marrin ato profitet dhe dalin rinë cash scrap. Domethënë që po akumulohet kapitali të paktën për një val. Po, atë po shikoj edhe unë që po këto kanë qenë këto idetë që kanë lëvizur këtu që kam darë janë lider. Kanë lëvizur përpara e rëndësishme është që janë kompani shumë të mira, domethënë që kanë që ofrojnë ti çka, kështu që ja vlen të investosh pak në fat nëse. Po, dhe kjo RKLB-ja për shembull ka marrë support këtu dhe vazhdon për lart. Palantir pak support dhe vazhdon për lart. Gjatë kohës që Nasdaq-u dhe S&P 500 ka qenë në ulje. Këto 3-4 ditë të fundit, këto kanë qenë në rritje. Tregon fuqi relative kundër. Në qoftë se rritet S&P dhe Nasdaq rriten edhe këto pak më atë. Po, më shumë. Ecë ky ghost capital që investojnë në të gjitha kompanitë. Edhe rriten eventualisht. Po. Okej, po le me kaq këtë segmentin e aksioneve, s'do më loj indekset e tjera europiane dhe globale, sepse kanë të pozitivisht e javë, mund shohim një dy qoftë. Kush? Treqet europiane kanë ecur mirë këtë javë. Okej. Shikojmë DAX, Gjermanin, që ka bërë këtë ideja këtu është që ndoshta mund të jetë një V-shape rebound. Por shumë vështirë për mendimin tim, një rritje të jashtëzakonshme këtu. 16% mrena mbas uljes. Kemi dhe tregun francez, që kompani më të mëdha franceze dhe ato në rritje, jo aq shumë se sa gjermanët. Tregu francez aktualisht më ka pëlqyer që nga janari se kam tregtuar dy aksione franceze, po dhe kjo në rritje. Anglia, FTSE 100, kemi dhe edhe kjo ka pasur këtë V-shape direkt bliet, sepse ka pasur ndoshta pak më shumë siguri se sa tregu amerikan në këtë situatë negociatash me Kinën dhe me tarifat. Dhe që ka pak edhe BlackBerry, është duke të interesant, ta kanë bajtur në vëzhgim, ka sa më të shohin. Po, okej. Mbas kësaj ulje, mund të bëjnë një konsolidim këtu. Po, për presni, edhe më rata për presni konsolidimin, ndoshta mund kemi një prap të $4, $5. Po, okej. Shumë mirë, unë po dhe një alert këtu, të kjo zona. 3.3. Shikojmë. Mund bëj një double bottom ndoshta, me ullin e tregu, që ullin e tregu, ose mund bëj një konsolidim dhe pastaj një thyri. Kjo është si tip 3 kënçi këtu. Zonë konsolidimi. Okej. Kinezi, pati dhe kinezi ullje. Kinezi ka qenë shumë volatile, sepse nuk ka ardhur lajme, po. Po. Kinezi pati ullje. Ne tregtuam dhe dolëm, morë profitin ton dhe kaq. Kjo është tregtimi. Tash futemi me për shumë para, të njëjtat nivele që u futën para 2 muajsh. Po. Hym fuzim dhe profitin. Po. Okej, unë po lej me kaq segmentin e stocks dhe stocks indekset kryesore.